Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 48 vjeç dhe po e them që në fillim, gruaja ime është një yll i vërtet. Kur e njoha, më la pa fjalë. Kishte një mënyrë të ecuri që të bënte ta ndiqje me sy pa e kuptuar. Një qetësi që të fuste brenda saj. Edhe sot, pas kaq shumë vitesh martesë, më ndodh ta shikoj teksa rregullon flokët para pasqyrës dhe të ndjej atë ndjesinë e vjetër në stomak. Jemi rritur bashkë, kemi kaluar gëzime, probleme, fëmijë, lodhje, mungesë gjumi, ditë të mira dhe ditë të këqija. Megjithatë, gjithmonë kemi gjetur një mënyrë për të kthyer te njëri tjetri. Nuk ka qenë kurrë një martesë perfekte, por ka qenë shumë e vërtetë. Me kalimin e kohës, fillova të vërej diçka që nuk dija si ta quaja. Nuk ishte diçka e madhe, as diçka që ndodhi papritur. Ishin detaje të vogla, mënyra si ajo lëvizte kur afroheshim, një hezitim i lehtë, një frymarrje që ndërronte ritëm. Gjëra që ndoshta dikush tjetër nuk do t'i vinte re, por unë po. Në fillim mendova se ishte lodhje. Pastaj mendova se isha unë që po bëhesha i pasigurt. Nuk doja ta pranoja që diçka intime mes nesh nuk po funksiononte më si më parë. Kur e do dikë, nuk do t'i japësh emër problemeve, shpreson që të zhduken vetë. Por nuk u zhduken. Përkundrazi, u kthye në një heshtje të çuditshme mes nesh. Jo ftohtësi, por një distancë e butë. Ajo ishte po ajo gruaja ngrohtë e dashur, por trupi i saj dukej sikur po fliste një gjuhë tjetër, dhe unë nuk dija si ta lexoja. Më mundonte një ndjenjë faj, sepse nga njëra anë e dëshiroja, nga ana tjetër ndihesha keq që mendja ime ndalej tek detajet trupore. I thoja vetes, je burr 48 vjeç, çfarë pret? A pret që gruaja të rinohet? Jeta nuk është film. Për ndjenjat nuk i kontrollon dot me logjik. Një mbrëmje, pasi fëmijët kishin fjetur, qëndruam ulur në divan. Televizori ishte fikur. Heshtja ishte e qetë dhe jo e rëndë. Aty vendosa të flas, jo për të kërkuar, jo për të akuzuar, por për të kuptuar. I thash se sa shumë e dua, se për mua ajo është ende gruaja që zgjodha. I thash edhe që ndjej se diçka e shqetëson, që nuk dua të jem njëri që bën sikur nuk sheh. Ajo u përpoq të buzëqeshte, por syt ju mbushën me lotë. Aty e kuptova që kjo temë e kishte rënduar edhe atë. Më foli për trupin e saj, për mënyrën si ndihet ndonjëherë shumë e pasigurt, për ndryshimet që i duken të vogla për të tjerët, por të mëdha për vetë atë. Më foli për frikën se mos më humb, por edhe për frikën se mos nuk është më ajo që ishte. Unë e dëgjova pa e ndërprer. Për herë të parë nuk kërkoja zgjidhje. Thjesht doja ta dëgjoja. Në atë moment kuptova diçka të rëndësishme. Intimiteti nuk është gjithmonë rehati. Ndonjëherë është përballje me të vërtetat që dhëmbin. Që nga ajo natë gjërat nuk u rregulluan menjëherë, por u bën më të sinqerta. Fillova të shoh ndryshe, me shumë kujdes. Jo si gruaj që duhet të plotësoj pritshmëritë e mia, por si njëri që po përjeton trupin dhe mendjen e vet. Sot jemi ende bashkë, sigurisht nuk jemi perfekt, ka ditë që ndihemi shumë afër dhe ditë që secili ka botën e vet. Por kemi mësuar të flasim, të mos e lëm heshtjen të bëhet mur. Dhe kjo për mua është më e rëndësishme se çdo detaj tjetër intim, sepse në fund të ditës ajo është dhe do të ngelet gruaja ime. Jo sepse gjithçka është ideale, por sepse kemi zgjedhur të mos ikim kur gjërat bëhen të vështira.